Nuk jemi krah jush, por jeni ju ata që po jepni rezultate. Dhe në momentin që keni marrë statusin kandidat, është përgjegjësia juaj, duhet të jetë angazhimi juaj për të pasur sukses në rrugtimin evropian, por në të njëjtën kohë është përgjegjësia dhe përkushtimi I Bashkimit Evropian, Komisionit dhe Shteteve Anëtare. Nuk është e vështirë që t'jesh pozitiv kundrejt vendit tuaj, sepse ju jepni rezultate. Nëse do të na duhej një rast se çfarë është procesi I anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duhen hedhur syt nga vendi juaj. Ka të bëjë me transformimin, ka të bëjë me një udhëheqje të fortë. Tek Edi Rama keni një udhëheqës I cili nuk I kthehet së shkuarës për të gjetur pretekst o justifikime pse diçka s'mund bëhet. I dashur Edi, ju jeni udhëheqësi që sheh për nga e ardhmja dhe gjen zgjidhje për sfidat ekzistuese me cilat përballemi të gjithë dhe diçka tjetër më shumë. Sot dëgjuam në konferencën ndërqeveritare që harmonizimi I Shqipërisë me politikën e jashtme e sigurisë Bashkimit Evropian është 100%. Në këtë situatë gjeopolitike na duhen vërtet partnerë të cilët mund të mbështetemi dhe Shqipëria është një prej tyre. Për ata që janë skeptik, nëse do të kishim rezultate që 100% e qytetarëve shqiptar janë në favor të anëtarësimit Bashkimit Evropian, atëherë do të isha skeptike se do të ishte njësoj si kohrat komuniste më parë. Është mirë të kesh njerëz që janë skeptik apo që bëjnë pyetje. Dhe natyrisht që kemi edhe shumë kohë gjatë fushatës tonë të komunikimit që flasim me ata njerëz e po kështu edhe me qytetarët në Bashkimin Evropian. Kështu që do ta mbyll me këtë. Shqipëria vazhdo kështu. Ne po përgatisim një shtëpi për ju në Europë.